Prandaj unë pres që edhe opozita të rezonoj arsyeshëm në këto ditë, në këto 15 ditë që ka zoti Konjuca për të votuar kabinetin qeveritar, që nuk bëhet fjalë për një qeveri afatgjate. Thjesht bëhet fjalë për një qeveri që do të marrë këto 3-4 vendime që janë në interes të qytetarëve të shtetit. Duhet të jeti sinqert me veten. Askush nuk e boton një mandator ku nuk ka një marrëveshje politike ose nuk e ka një koalicion politik. Prandaj unë mendoj që veproj drejt në kuptimin asaj që në kuptimin kushtetues. Kemi ofruar një kompromis për opozitën, një kompromis të madh, duke mandatuar zotin Klau Konjuca si mandatar për kryeministër, marr parasysh gjithmonë synimet tona për të shmangur dy elemente, dy çështje. Së pari zgjedhjet e menjëhershme parlamentare dhe së dyti të miratohet buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm dhe i plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Prandaj unë pres që edhe opozita të rezonoj arsyeshëm në këto ditë, në këto 15 ditë që ka zoti Konjuca për të votuar kabinetin qeveritar, të votohet qeveria, të merren këto dy vendime. Ne kemi bërë të qartë që nuk bëhet fjalë për një qeveri afatgjate. Thjesht bëhet fjalë për një qeveri që do të marrë këto 3-4 vendime që janë në interes të qytetarëve të shtetit. Më shumë për të evituar një rrezik real të madh, siç është pamundësimi i ekzekutimit të buxhetit në vitin e ardhshëm dhe mos humbja e planit të rritjes nga Bashkimi Evropian. Domethënë, në një situatë të tillë nuk po flasim për një qeveri tipike e rrjedhimisht për të diskutuar për koalicione. Ne presim bashkëpunimin me deputetët e opozitës për të miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm dhe për të miratuar planin e rritjes. Klau Konjuca me mandatar trashëguar në rrethonat e tanishme politike, duke kuptuar sakt e qartë vullnetin qytetar, të votuesve të shkurtit, popullit Kosovës, qytetarëve të tij, sovranëve të kësaj republike, duhet të jeti sinqert me veten. Më shumë dhe shumë më shumë se sa kryetari i tij. Dhe të konstatoj sa më parë aq më mirë se nuk ka shumicë për kryeministër. Që na nuk e kemi bërë në ndryshim të qëndrimeve të partive parlamentare. Unë jam të njëjta qëndrime dhe në takimin e fundit që kam pas me presidentin dhe kolon dhe ka qenë, me qenë se ka dështu lëvizja vendose dhe asnjë parti nuk i ka votat për formimin e qeverisë, janë dakordu që të shkruhet në zgjedhje dhe kjo është një lojë tjetër e lëvizjes vendose. Unë nuk e di se çfarë po tenton lëvizja vendose, ta kishin menduar, po mendojnë që pa një koalicion, askush nuk e boton një mandator ku nuk ka një marrëveshje politike ose nuk e ka një koalicion politik. Në asnjë formë nuk e ka obligim ndonjë parti tjetër, të cilët nuk janë në qeverisje, nuk janë në ndonjë koalicion me votu qeverinë e huaj. Ju dini edhe ato oferta që u kanë bërë për shembull nisme socialdemokrate, po edhe LDK-s nuk kanë qenë oferta serioze, kanë qenë oferta fyse. Presidentja ka pasur para vetes një mandatar të propozuar nga një parti politike e cila në kuptimin është relativisht fituesi i zgjedhjeve dhe në kuptimin e ulseve që i ka në konvent dhe votave që mund të sigurojnë në Parlamentin e Kosovës, është e vetmja që ka provuar dhe tenton të provojë të formojë qeverit, kashi partive të tjera të cilat kanë refuzuar të japin mandatarin dhe kanë refuzuar që të caktojnë ose të bashkëpunojnë mes vetë dhe të japin mundësinë që shteti të ketë një qeveri. Në rastin KO 7220, gjykata kushtetuese e bën të qartë detyrimin që ka presidenti i shtetit që të provohet dhe të shteren të gjitha mundësitë kushtetuese që të formohen institucionet dhe të krijohet mundësia që sa më shumë të shmangun zgjedhjet. Prandaj unë mendoj që veproj drejt në kuptimin asaj që në kuptimin kushtetues tash po flas, vlerësoj që duhet të shtërrohen të gjitha mundësitë kushtetuese dhe duhet të plotësohen të gjitha kushtet që i kërkon Ligjit 82 i Kushtetutës që vendi paraprakisht dhe potencialisht të përfundojnë në zgjedhje në rast se dështohet formimi i një qeveri edhe rundit e dytë.